Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kriza e mundshme e karburanteve vendos në vështirësi dhe institucionet publike të kujdesit shëndetësor në Maqedoninë e Veriut. Fondi i Sigurimeve Shëndetësore kërkoi nga institucionet publike të kujdesit shëndetësor që kanë aparatura për rezonancë magnetike MRI për të kontrolluar rezervat e tyre të heliumit dhe për të siguruar menjëherë sasi shtesë. Shkak është një ndërprerje e mundshme e furnizimit në tregun evropian, si dhe një rritje e ndjeshme e çmimeve për shkak të tensioneve aktuale gjeopolitike që lidhen me situatën në Iran. Drejtori i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore, Sasho Klekovski, deklaroi se apeli është parandalues dhe synon të shmangë problemet e mundshme në funksionimin e sistemit shëndetësor. Bashkimi Demokratik për Integrim kritikon qeverinë se masat e marra për çmimet e karburanteve nuk kanë për synim mbrojtjen e qytetarëve, por të oligarkëve. Sipas zëdhënëses së BDI-s, ndërkohë që në bursat ndërkombëtare, çmimet e derivateve të naftës kanë shënuar rënje të ndjeshme, për rreth 10% qytetarët do të vazhdojnë të paguajnë çmime më të larta gjatë gjithë javës. Komisioni Regulator për Energjetik zbaton një model të vjetërsuar, të bazuar në mesatarën e javës së kaluar, në vend që të reagojë në kohë. Kjo praktik shkon drejt për drejt në favor të interesave të caktuara biznesore, në dëm të qytetarëve. Prandaj kërkojmë ndryshim urgjent të regulatorës për përcaktimin e çmimeve. Vendosen e llogaritjes së çmimeve të paktën 2 herë në javë. Edhe opozita maqedonase pretendon se masat e qeverisë për karburantet janë të vonuara, nuk do të ketë efekt dhe nuk do të mbrojnë standardin e jetesës së qytetarëve. Nënkryetare e LSDM-s, Jovana Trenčevska, paralajmëroi se rritja e çmimit të naftës do të ndikojë seriozisht në industri, me pasojë një rritje shtesë të çmimeve të ushqimeve. LSDM kërkoi uljen aktuale të TVSH-s nga 18 në 10%, ndryshime dhe plotësimet e ligjit për uljen e TVSH-s për karburantet në 5%, uljen e TVSH-s për ushqime në 0%, për produktet bazë ushqimore, uljen e aksizës me 4 denar dhe përgjysmimin e takseve rrugore, tha nënkryetari opozitares maqedonase LSDM. Krijimi një modeli më të qëndrueshëm të tregut farmaceutik në Shqipëri që mbron interesin publik, sigurinë e pacientit dhe tërheqjen e tregut për operatorët dhe industrinë ishte në thelb të takimit ndërmjet Ministres së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Evi Sala me përfaqësues të Agjencisë Italiane të Barnave. Në këtë kuadër u theksuar rëndësia e reformës së re në çmim dhe furnizimin e barnave, si dhe masave që synojnë të forcojnë qëndrueshmërinë e sistemit. Një vëmendje veçantë ju kushtua një memorandum me mirëkuptimi, i cili do të krijonte një bazë të rëndësishme për forcim kapacitetesh në vlerësimin e teknologjive shëndetësore, forcimin e farmakovigilencës, si dhe shkëmbimi i informacionit për sigurinë e barnave dhe bashkëpunimi në politikat rregullatore, autorizimin e barnave dhe sistemet e kontrollit të cilësisë. Bota. Bashkimi Evropian kërkon arritjen e një marrëveshje paqësore me Iranin. Gjatë një vizite në Australi, presidentja Ursula von der Leyen theksoi nevojën për një paqe të negociuar për të dhënë fund luftës në Iran. Është me rëndësi thelbësore që të arrijmë në një zgjidhje të negociuar, e cila u jep fund armiqësive që po shohim në lindjen e mesme, tha von der Leyen, kryeministrit australian Anthony Albanese në Canberra. Disa vende të Bashkimit Evropian po përgatiten të ndihmojnë në një mision për mbrojtjen e ngushticës së Hormuzit pasi të përfundojë lufta, shtoi von der Leyen. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.